projektu e kontraktu 4. Këtë 5 vjetë qeveri o maru ura Saradronit edhe ura Badovë. Çka thot ura mbi lumin Iber për ty? Çka thot ura Rugoves? Çka thot ura e A mund me përvyll si kryve sekondat lu? Ne kemi pas shumë të lashe me kontratat e para pandemisë. Përveç se kanë ndryshuar çmimet, janë kontrata cilat ka qenë shumë e vështirë dhe të shkputen dhe të disfavorshme për shkak penalizimeve financiare për shtetin. U përmendet rruga Doz Zhakov. Leoni them një gjë. Përveç se nuk kanë kryer shpërndësimet në atë rrugë, është bë projekt ku mungojnë 4 ura. Ne kemi projektu e kontraktu 4 ura pas kemi me Me fol për ura, ku në këtë 5 vjetë qeveri o maru ura Saradronit edhe ura Badovcit me 3 vjetë. Ko, dhe me thonë kjo është absurde. Jo, nuk është banalizim, kjo është realitet. Çka thot ura mbi lumin Iber për ty? Çka thot ura Rugoves? Çka thot ura e A mund me përvyll si kryve sekondat lutëm. Dhe me thonë një ka fol për planet fezibilitetit, nëse një partije politike që i ka pas 51% i dhyn 5 vjetë me marrë me planet vizibilitetit e me shpërndësime, atëra du të presim në 10 vjetë tjera për me fillu me indërtu këto rruga. Kjo është absurde, infrastruktura e Kosovës du të me ngry shpejt. Nëse mundën fundit për këtë pjesë. Nëse mundën fundit për këtë pjesë. Vetëm rasti i rrugës Kiev-Zahaq tregon se si ju keni qeverisur në infrastrukturë. Ne kemi gjetur atë projekt gati në tenderim me 247 milion euro planifikim financiar. E kemi riprojektu, ritenderu, sot duhet të bëjmë me 90 milion euro. Pra 150 milion euro kursim në një projekt. Dhe pikërisht zoti Demhajsa për këto që foli është projekti në infrastrukturë. Ju fare nuk keni punuar në plane fizibiliteti, në plane strategjike, në ligje e krijim sistemin. Eliza po pret po të përmenem. Ajo rrugë ka qenë projektume edhe me fond të rezervume. Këta e kanë këthim pikën 0. Edhe në pikën 0, tash po flasim për 2025-ën, ku këta kanë ardhur në pushtet në 2020-ën, edhe ajo rrugë sot, dhe me thonë, është mizerje. Mizerje është rruga që shkon drejtim të Klinës, e tash e ka filluar prej Klinës drejtim të Pesë. Është mizerje. Mizerje dhe me thonë është ajo rrugë. Ta flasin për shifra, nuk e dim derisa të shkon Pej, ajo rrugë sa me ka me kushtu Kosovës, sepse Eliza dhe Albani jemi mësuar me po aneks kontrata, sikur rrugën Prishtinë po do jep, mu shtu këto miliona, e pas nevojë prokuroria me i ftu ministra dhe vendsministra në planifikimi si duhet. Kontratat që i kemi trashëguar janë problemi i qeverisë tonë. Jo kontratat tona që kemi. Faleminderit, Valën edhe Artan.